Pishina e lmuar me kimikate ndron jetë 27 vjeçaria që po mësonte not në gjendje të rëndë bashkëshorti i saj. Një vajzë 27 vjeçare ka humbur jetën pas një kursi noti të zhvilluar së bashku me familjen e saj, ndërsa policia po heton një rast të dyshuar helmimi nga kimikatet e përdorura për pastrimin e pishinës. Viktima Juliana Faustino Baseto po merrte një kurs të rregullt noti me bashkëshortin e saj, kur të dy vunë re një erë dhe shije të pazakon të ujit. Sipas mediave braziliane, ata kanë njoftuar instruktorin e notit pasi nisën të ndiheshin keq, ndërsa të gjithë nxënësit u këshilluan të largoheshin nga ambientet. Juliana dhe bashkëshorti i saj banor të San Paulos u dërguan me urgjencë në spital të Shtunën pasi shfaqën simptoma të rënda shëndetësore. Gjendja 27 vjeçares u përkeqësua ndjeshëm dhe ajo pësoi arrest kardiak, duke ndruar jetë pak më vonë. Bashkëshorti i saj ndodhet ende në gjendje të rëndë shëndetësore. Në terapi intensive ndodhet edhe një fëmijë 14 vjeçar i cili ishte pjesë e të njëjtit kurs noti. Dy persona të tjerë që kishin frekuentuar pishinën janë ndier keq. Sipas policisë, viktimat janë sëmurur pasi kanë thithur një përzierje të rrezikshme kimikatesh të përdorura për pastrimin e pishinës. Hetuesit kanë gjetur në vendngjarje një kovë me rreth 20 litra përzierje potencialisht elmuese, e cila është sekuestruar për analiza së bashku me ujin e pishinës.